Ne fatkeqësisht drejtësinë nuk e kemi të drejtë. Drejtësinë edhe ma tutje e kemi si shtrembër e duhet ta drejtojmë. Andaj në mandatin e ardhshëm do t'i kemi jo vetëm 4 vjet të hekurullave, por do t'i kemi edhe të drejtimit të drejtësisë. Jo vetëm lokomotivën dhe vagonat t'i vendosim binar, po drejtësin t'a vendosim binar. Për lokomotivat dhe vagonat e kemi hekurullën, për drejtësin e kemi vetingun, prokurorin e re speciale kundër krimit të organizuar dhe korupcionit të lartë, si dhe byron për konfiskimin e pasurisë së pajisë. Të dashur qytetar, asnjë punë nuk na lodh. A dini e vetmja gjë që na lodh është mos puna e drejtësisë. Asnjë punë nuk na lodh, veç mos puna e drejtësisë na lodh.